Hapja e kutive të votimit dhe rinumrimi i votave si për subjektet dhe për kandidatët në rreth 40% të totalit të kutive të votimit për gjithë Shqipërinë pritet të nxjerrë në pa një fenomen që do të kompletojë të gjithë propagandën e pretendimeve për ndershmëri dhe integritet të procesit të 11 majit në tërësi. Debati më i madh është nëse PS ka tjetërsuar vota në kurriz të kundërshtarëve të saj, por ndërkohë lajmi i fortë dhe turpi më i madh është nëse rezulton e vërtet me fakte orientimi dhe tjetërsimi i votës për kandidat preferencial brenda opozitës. Të ndryshe, disa kandidatëve u janë hequr vota për t'u dhënë disa kandidatëve të tjerë. Kjo besohet se ka ndodhur edhe në radhët e PS-s. Vetë fakti që menjëherë pas procesit të numërimit, disa kandidatë socialistë kërkuan rinumërim, tregon pikërisht dyshime të mëdha se votat edhe brenda mazhorancës janë prekur për të favorizuar individ të caktuar. Rama ndërhyri dhe u mbylli gojën të vetëve duke i urdhëruar me dashamirësinë dhe butësinë që e karakterizon të ndërpresin çdo apelim dhe pretendim. Kokçarje e panevojshme kjo për të si lider i mazhorancës që intereson që siguroj mandatin e 4 si kryeministër dhe nuk është se janë ndjem fort nëse në parlament duhet Zeqineja apo Pandeli Majko. Në PS, sikurse do tradita dhe i di rregullat e padronit, ulën kokën, qepën gojën dhe heshtja mbi zotroj. Në PD ku kaosi politik vazhdon që nga koha e përçarjes së madhe Basha Berisha, njerëzit kanë më shumë hapësirë të pretendojnë sepse Berisha e ka pushtetin, por jo në terma absolut si dikur, pasi nuk ka luksin të pësojë një përçarje apo hemoragji tjetër brenda partisë, që tashme e fraktuar nga thyerjet e mëparshme, bën rolin e liderit liberal që lejon të ngrihen edhe pretendime për rinumërim votash. Në fakt, nëse ka siklet më të madh sot nga ana politike për Berishën, është pikërisht rinumërimi i votave që mund të çelë kutinë e Pandorës, pasi do të nxjerrë në pa horloqet mes kandidatëve në PD që i kanë marrë vota njëri tjetrit në mënyrë të turpshme. Kjo do të korruptonte dhe demoralizonte edhe kauzën politike të opozitës në tërësi, se Rama u vodhi a bleu zgjedhjet me banda e pa banda, pasi kur ti vjedh vota brenda partisë tënde e mes kandidatëve të tu, atëherë me çfarë morali pretendon të vësh para përgjegjësisë politike, por edhe ligjore, kundërshtarin tënd. Gjithsesi, kjo nuk legjitimon absurdin e rezultateve të votave për disa kandidatë të panjohur në mazhorancë që kanë thyer çdo ushtrim, kombinim apo logjik elektorale, duke marrë maksimumin e votave pa i njohur askush, pa qenë askush dhe pa kontribuar për asnjë kauzë madhore shoqërore apo publike, dhe për më tepër, të marrin edhe vota nga diaspora, thuajse janë figura të shquara kombëtare me ndikim në fusha të ndryshme që njihen për kontributin e dhënë brenda dhe jashtë vendit. Në çdo rast, 11 maj i shërbeu për të na dhënë të kuptojmë të gjithë si shoqëri që ne nuk synojmë të zhvillojmë zgjedhje në mënyrë të drejtë dhe të sinqertë, por synojmë të krijojmë skema se si të mundim këdo, përfshirë edhe rival brenda partisë, duke manipuluar dhe tjetërsuar vullnetin e njerëzve. Sigurisht sa herë të ketë ditë zgjedhjesh njerëzit do të votojnë, por nuk do të zgjedhin ata që preferojnë, por ata që i orientojnë të votojnë. Kjo nuk është liri, por pseudo-demokraci. Për sa kohë do të mbizotrojë ideja e skemave për të kamufluar manipulimin në një garë fiktive, do të kemi një rezultat votash të deformuar dhe një parlament ku njerëzit në çdo rast do të jenë të papërfaqësuar.